Kemi ardhur te panajiri i librit edhe nuk e di se çfarë rrëmuje dhe çfarë katastrofe bëhet dhe sot sipër drejt ka rastisur që është edhe ndeshja Shqipëri-Angli dhe vetë shifeni pak. Një mori njerëzish pafund. Nuk e dija që shqiptarët kishin kaq shumë interes për sa i përket librave dhe me thënë të drejtën jo vetëm që po shohin, por edhe po blejnë. Është një gjë shumë e mirë, gjithashtu edhe unë kam për të blerë sot njërin, që ja kam unë styrin. Po ngjitemi te kati i dytë sepse po kërkojmë Clint Hodel, që kushira ime është i fan se e ti dhe i ka bërë edhe këtë buqetën e bukur këtu. Dhe do t'ja bëjmë surprizë sepse e ftoi që nga Saranda dhe i tha që nuk mundem, kështu që do t'ja bëjmë surprizë tani në këto momente. Po priti gjejmë njerëz, është të merr, është shife. Është full me njerëz. Më në fund e gjetëm edhe është kjo këtu, nëse shifin Argeta. Okej, tani po afrohemi këtu tek stendat edhe për tani ta gjejmë, se s'po e gjejmë. Që t'ja bëjmë surprizën. Akoma që më shkroj, gjithsesi do ta lexoj më vonë, nuk e di, sepse këtu ka shumë fluks edhe libri me sa pash, domethënë, ka pasur shitje, edhe ishte i fundit fare, më duket se kanë nxjerrë tani 10 ditëshin e fundit. Në datën 12 nëntore kanë nxjerrë, edhe mezi po pres ta lexoj. A është roman apo është si ti poezish? Është roman, po ta lexosh. Super. Jo, se vërtet domethënë, nëse do vija, do t'i thosha që dua diçka roman që të ketë një rrjedh, ngjarjesh, jo veç poezira. Por që vërtet do ta shijoj edhe bënte 8000 lekë libri. Sa janë, mos qesh me tela. Ju që thoni mos qesh me tela. Ka dhe një gjë tjetër aty të vogël. Kujdesu për shpirtin.